E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me këtë ditë të zjarrt sot që është në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Dinamika, tensione, kërcënime, ofendime, denigrime, pështyrje në fytyrë, tmerre të papara. Çfarë konkretisht ndodhi në verandë mes Rogertit, Juelës edhe Gretës? Pyetja që shtrohet nga publiku është kjo: a e preku Rogerti në vithe Gretën, ashtu siç Greta e akuzoi Rogertin? Tani, Greta ishte ulur pranë Rogertit. Ta shpjegojmë në detaje ngjarjen. Dhe vjen Juela. Greta shishen e ujit e kishte pas tek pjesa e vitheve tek shpina. Dhe Juela mundohet që të futë dorën nga pjesa e djathtë e Gretës për ta marrë shishen, teksa Greta, replikon në mënyrë të ashpër që hiqet dorën, mu zhduk prej këtu, mos më prek, bërtet. Më pas, Juela i thot Rogertit: Rogert, fut dorën, merr shishen, dhe Rogerti, pa pyetur fare, e futën dorën, normalisht aty vendi ngushtë, në momentin kur e futën dorën dhe e prekën, dhe e merr shishen, dhe këtu Greta plasi në lotë edhe plasi në acar, duke i thënë Rogerti që nuk ke të drejtën ti të më prekësh në vithe, unë kam një familje jashtë, kam bashkëshortin jashtë, nuk ke shanse ti mua të më fusësh duart në vithe. Tani, Rogerti nuk e bëri këtë gjën me kastile, edhe pse e di që kjo do të komentohet jashtëzakonisht shumë në Prime, dhe e di që Rogerti do të del nga vetja sepse është betuar në djalin e tij që nuk e ka prekur me kastile. Mendoj që Greta ishte shumë e mbushur emocionalisht, edhe në këtë mënyrë e shfrytëzoi pak si situatë për të plasë në lot, por Rogerti nuk e kuptoi që në atë moment ra në grackën e Juelës, sepse Juela nuk mundeshte dot ta prekën Gretën ti merr shishen, se mundeshte të penalizohet nga loja, dhe i tha Rogertit, dhe Rogerti, duke mos e logjikuar, futi dorën tek të pasmet e Gretës edhe mori shishen. Por që e akuzon, Greta Rogertin, që Rogerti është pizbur dhe është person i fliqur, që e ka bërë këtë gjën me qëllimin që ta prekën Gretën nga pas, nuk është ky qëllimi. Unë mendoj, do jap analizën time të gjës, Rogerti njëherë ishte shumë i fokusuar se çfarë po fliste Selina me Mirin, dhe nuk ishte i fokusuar tek debati që kishte Juela me Gretën. Dhe në moment, ai nuk e mendoi mirë që po të fuste dorën, do të prekte të pasmet të Gretës, që realisht nuk është e bukur dhe nuk është e tolerueshme për një vajzë që një djalë t'i prek të pasmet. Por nuk është një gjë që është e bërë me qëllim nga ana e Rogertit që Greta duheshte ta merr aq dhimbshëm dhe duheshte ta vuan aq shumë. Loja po bëhet shumë e fortë, tensionet janë shumë të mëdha brenda shtëpisë. Do të shohim se si do të përfundon kjo ngjarje dhe si do të komentohet nga banorët. Çfarë mendimi keni për këtë situatë?